38 vjeçarit Erkin Lika, i cili dyshohet se ra aksidentalisht në rrjedhën e lumit të madh në kanionin pranë urës së Vashës në afërsi të qytetit të Klosit. Për shkak të rrymës së fortë të ujit, kërkimet kanë qenë të vështira për gjetjen e trupit të riut. Pas 2 ditësh kërkimesh u gjet trupi pa jetë i 38 vjeçarit Erkin Lika, i cili dyshohet se rrëshqiti nga shkëmbi pas ditën e së shtunës së kaluar në kanionin e lumit të madh në fshat të Klosit. Në drejtimin e prefektit të qarkut Dibër dhe koordinimin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile u zhvillua operacioni kërkim shpëtimit për gjetjen e 38 vjeçarit të zhdukur në lumin madh. Në operacion u angazhuan rreth 90 forca dhe vullnetarë nga strukturat e mbrojtjes civile në nivel qendror dhe vendor, përfshirë efektiv të forcave të armatosura, policisë së shtetit, Reneas, Polumbar, Zjarfikës, ekipe kërkim shpëtimi dhe vullnetarë. Mbështetje dhanë gjithashtu ekspert dhe forca kërkim shpëtimi nga Kosova. Rrjedha e fortë e lumit të madh vështirësoi gjetjen e trupit të riut, ndërsa u zbulua nga zhytësit rreth 30 metra poshtë vendit ku kishte rënë. 38 vjeçari Erkin Lika ndodhej në kanionin poshtë urës së Vashës ditën e shtunë teksa po eksploronin zonën duke bërë ngjitje militar bashkë me miqtë të tij. Dyshohet se Lika ka rrëshqitur në gur teksa po ju bënte foto kolegëve të tij, ndërsa rrymë e fortë e ujit e ka futur në një shpellë guri masiv. Erkin Lika ishte pjesë e komunitetit të kërkim shpëtimit malor në Shqipëri, ku kontribonte me aftësinë e tij në organizim, bashkëpunim dhe eksplorime në terren. Ai njihej për pasionin ndaj natyrës, për kushtimin profesional dhe dëshirën për të dokumentuar bukuritë e saj përmes fotografisë.